Nëpërmjet objektivit e tij, bota shihte atë që po ndodhte në Kosovë në fund të viteve 90-ta. Sot pikërisht këto fotografi që dolën nga objektivi i tij tregojnë dhëmbjen e madhe të luftës së fundit në Kosovë. Është ky fotoreporteri Alban Bujari, i cili u bë dëshmitar e dëshmitë e tij janë fotografitë. Ai ka nisur karrierën në të përditshme koha ditore në vitin 1997, duke u bërë pjesë e grupit të fotoreporterëve kosovar që kanë përcjellë zhvillimet politike dhe sociale të fundviteve të 90-ta, e në veçanti përleshjet e armatosura në mes të UÇK-s dhe forcave serbe dhe krizën humanitare të refugjatëve shqiptar të Kosovës. Puna e Alban Bujarit u botua në mediat më prestigjioze ndërkombëtare: Time, Sunday Times, The Independent, The Guardian e tjerë. Ai gjithashtu ka punuar për Agjencinë Evropiane të Shtypit EPA. Masakra e jasharajve, rrugovës, rreqakut e Obris ndodhen në objektin e Ministrisë së Drejtësisë, që vazhdojnë të qëndrojnë ende aty, e të cilat paraqesin mizorinë e shtetit serb ndaj shqiptarëve. Secila prej 43 fotografive janë dëshmi e krimeve që i kishte parë me sytë e tij. Shihen nëna e baballar, teksa u japin lamdomirën e fundit fëmijëve të tyre, e fëmijë të vegjël që kishin mbetur pa askënd. Këto fotografi, fotoreporteri Alban Bujari i pasi 27 vjeçar, para se t'i dokumentonte. Ndërkaq, masakra e Prekazit ishte e para të cilën e ka parë dhe e ka dokumentuar. Të gjitha fotografitë trazojnë plagët tona, por vënë në pa sakrificën dhe të vërtetën e Kosovës nëpërmjet tyre. Sot, Alban Bujari vazhdon punën si redaktor i fotografisë në kohën ditore.